Me rastin e ngjitjes në 14 majat më të larta në botë, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka pritur në balkonin e hapur të qeverisë alpinisten Uta Ibrahimi. Kurti tha se ky është shembull që u flet të gjithëve, por veçanërisht të rinjve dhe vajzave tona që ëndrat nuk janë asnjëherë shumë të mëdha kur ke guxim dhe besim në vete. 116.294 metra është lartësia totale e 14 majave që i kanë ngjitur Uta. Kjo është 13 herë më lartë se vetë mali Everest, e diku rreth 10 herë më lartë se lartësia mesatare e një aeroplanit të zakonshëm pasagjerësh në fluturim. Derisa Uta Ibrahimi tha se pas çdo ngjitje në maj të botës gjithmonë ka pasur një motiv: Kosovën. Kjo arritje nuk është vetëm arritje e një personale, të jesh e para në Ballkan, që i ka gjetë 14 majat 20 metra, është një nder i madh për mua, mirëpo edhe një përgjegjësi për ta çuar në tutje këtë frymë dhe për të dhënë energji mbrapa vendit tim. Ajo bëri thirrje të gjithëve që së bashku të ngjiten në majat e bukura të maleve të Kosovës.